krahas kuptimeve të tauhidit që e ceka kur themi la ilaha illallah wahdahu la sharika la. Ta përjetojmë këtë fjalë përjetim të madh, nga se ajo që jep fuqi kësaj fjale, sikur që kemi bërë vazhdimisht, nuk është thënia e saj, por është kuptimi i saj i drejtë dhe përjetimi i saj. Nga se edhe Musa alayhis salam, sikur që e keni të njohur, ka kërkuar nga Allahu xhallahu ala që Allahu t'i mëson një shprehje, që Allahu t'i mëson një thënie. Musa alayhis salam apo të cilën do ta lutë Allahun me të. Dhe Allah i ka thënë Musa alayhis salam, o Musa, thuaj la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu dinin fund të asaj që zakëm. Atëherë Allah, atëherë Musa më ka thonë, o Zoti jam, të gjithë robët e tu e thonë këtë fjalë. Ka kërkuar diçka më specifike. Atëherë Allah xhallahu ala e ka kujtuar Musën se nuk është tek thënia, por është tek kvaliteti dhe cilësia. Ka thënë Allah azza wa jall Musën me këtë rast se nëse qet këtë çka kanë tu, përveç Allahut, i cili është mbi arsh. Krejt çka ka arshi dhe çka ka nën arsh. Dhe toka çka kanë te vendos me një anë të peshorës. Dhe kjo fjalë vendos me një anë, jo që kjo do të peshon me aron, jo. Po do të fluturojnë këto nga peshe aron e kësaj fjale ato. Kur far kuptimi, kur far peshe tek Allahu nuk ka as qielli as toka për bazë fjalës la ilaha illallah. Dhe e ndin ti kështu tron në zemrën tonë. E ndin veten me vlerë që je bardh si kësaj fjale. E ndin me vlerë vllahun ton që ka peshë të madhe tek ne. Thën si kësaj fjale një la ilaha illallah. Dhe këtu janë ditë të këtij rikonfirmimi të kësaj njohjeje, të këtyre raporteve, të kësaj peshe të madhe të kësaj fjale që Allahu xhallahu ala e ka bërë më tron dhe ka bërë më peshë se krejt qetë tokë, o vllazni, në qiell është edhe Xhibrili dhe Mikaili dhe Israfili. Apo qetë janë që na nuk mund të paramendojmë masën e tyre. Paramendojmë vetëm arshin e Allahut azza xhall, i cili gjithashtu është pjesë e kësaj peshore janë këtë anë. Ka se Allah kanë këtë që kanë qiell përveç Allahut. Dhe këtë që kanë tokë me një anë, kjo fjallë është më e madhe. Andaj ti te Allah je më i rënë me këtë fjallë, se këtë që kanë qiell edhe në tokë. Mirë po, kjo jo me thënje, por me kuptim të drejtë të kësaj fjale. Prandaj, ta rishikujmë edhe njëre kuptimin e kësaj fjale. Pse jo? Të ndëgjojmë në ligjërat, të lexojmë diç, të meditojmë aso që po themi, la ilaha illallah, këtë fjallë që këtë pejgambert e Allahut i kanë thonë, këtë pejgambert e Allahut tokë që kanë ardhur, kjo ka qenë kërkesa e vetë ndaj popujve të tyre. Andaj, a ka met ndonjë sektor i jetës tonë pa u përfshin të fjallë la ilaha illallah? Shikon gjuhën tënde, a është prezente në të gjitha pjesë të kësaj gjuhë la ilaha illallah? Shikoj fillimisht zemrën tënde, a e ka përfshi këtë fjalë pushteti fjalë la ilaha illallah, apo ende në zemrën tonë është opozit la ilaha illallah, nuk është pozit, tenton me marr pozitën, po kohë pas kohe dështon këtë betejë fatkeqësisht për shkak se ne nuk japim hapësirën që fjala la ilaha illallah ta merr pushtetin tërësisht, pa asnjë zë opozite në zemrën tonë. Të rikonfirmojmë këtë pushtet që fjala, sikur që Allahu qëndron me arsh, le të jetë edhe zemra jonë arsh i kësaj fjale, që e bardh fjalën la ilaha illallah. Të shikojmë, këto janë ditë, ky është përjetimi. Nuk kërkojmë rutinë të agjërimit, dhekët dhe përfundoj çdo gjë. Edhe pse këto e fuqizojnë këtë kuptim tërësisht, duhet me kon këto ditë të shoqëruar madhurime. Por thash, mos të jetë objektivi kryesor, mos të jetë synimi kryesor adhurimi i caktuar dhe murfund. Por ajo që kërkojmë është përjetimi. Andaj nëse na ka ikë diçka nga këto përjetime të kaluarën, këto 4-5 ditë, të munduemi spaku apo të sigurojmë këto përjetime. Në ditët vijuse, spaku në këto ditë më të mëdha të vitit.